أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Zgjohu, 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 si firi popret Zgjohu, 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 a do mbereqet Falu, 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 namazi është drit Falu, 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 me zemër e shpit Falu, 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 namazi është drit Selam aleikum shikues të nderuar, jemi në muajin e bekuar, muajin e Ramazanit, e mysafire kemi hoxhën e nderuar Nuhi Ganiu. Mirë se erdhe hoxhë nderuar. Mirë se u gjeta, shpresoj edhe ky muaj bekuar Ramazanit ka ardhur ka gjithë mirë. Inshallah i le begatit e veta të cilat i ngërthen në vetë. Amin, elhamdulillah, inshallah. Tema hoxhë muaj Ramazanit, muaj ndryshimit. Njeriu muslimani me ndryshu pak me jo pak po shumë. Nëse i referohemi gjeneratës së parë muslimanëve, ato i kishin kuptuar rolin që ka Ramazani dhe mundësitë të cilat i ofron, andaj edhe bënin dua 6 muaj ditë akoma pa muart Ramazani që Zoti t'ju jap mundësinë, shëndetin, jetën që ata të arrijnë muajin e shenjtë të Ramazanit. Nga ana tjetër, Allahu i madhëruar vetë flet se çfarë synon ky ibadet kaq i madh, ky adhurim madhështor të cilin Zoti e solli si peshqesh për besimtarët, jo vetëm për besimtarët tani ne që jemi, por për gjithë besimtarët gjatë historisë së njerëzimit, agjerimi si ibadet njihet se ka qenë për gjithë popujt në të kaluarën dhe tregon thjesht synimin që ka agjerimi. Allahu i madhruar në kaptinën Bekare, vargu 183 thot Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim, Ja ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu, kema kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që keni besuar, ju është të bërë obligim, agjerimi, ashtu siç ishte obligim për ata të cilët ishin para jush. Për të vetmin synim, la'allakum tattaqun, që ju të ngriteni në shkallën e devotshmërisë. Dhe devotshmëria është, do të thoja, sikur një atlet i cili merret me stërvitjen, me përgatitjet dhe në fund që të kororizohet me medaljen. Dhe pikërisht Ramazani pra është muaji i cili kalit agjeruesin, në njëjtën kohë pra e reformon besimtarin musliman në shumë sfera, në shumë çështje të cilat e tangojnë vetë muslimanin. Nëse i thirremi edhe hadithit të pejgamberit alayhis salam, i cili në ditën e fundit, në natën e fundit, paraardhjes të muajit të Ramazanit, pra të muajit të Shaban, nuk ka bofsha po Rexhep, Shabanit, thonte se ju vjen një muaj i cili është muaj madhështor. Kur folet për muaj madhështor, kur cilësohet në superlativ dhe dallohet ky muaj, tregon se aty brenda në vetë ky muaj ka sende të cilat janë në interes të besimtarit, por jo vetëm. Janë edhe në interes edhe të shoqërisë, por jo edhe vetëm për shoqërinë, por janë në interes gjithë atyre të cilat i shoqërojnë agjeruesit gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Është një muaj ku në te ka një natë shumë të madhe dhe të begat, e cila natë pra zhvequar nga gjithë netët e vitit, nga se në këtë natë filloi shpallja e Kur'anit. Është muaj ku mbyllen dyert e xhehenemit dhe hapen portat e xhenetit. Është muaj ku Allahu zbret mëshirën e madhe. Është muaj ku Allahu ata të cilët agjerojnë me iman, me besim të thellë, me llogaridhënie
para se me dalë para Allahut dhe me shpresë të madhe, agjëruesi ka garancën xhenetin. Dhe është një muaj, në cilin muaj, thot pejgamberi alayhi selam, vepra më e madhe e një agjëruesi është që dikujt të jepet një iftar. Andaj, muaji i bekuar i Ramazanit është një akademi, ose do të thoja thjesht nëse marrim një, me që se jetojmë këtë jetën dinamike që e kemi dhe jemi të detyruar pra të jemi pjesë e komunikacionit, agjërimi ngjan një rreth rrotullimit, ku çdo kush hin brenda, nga gjitha anët, dhe përsëri çdo kush del nga ai rreth në anë të ndryshme. Dhe agjërimi pra është një muaj i cili ngërthen në vete çdo kënd i cili afrohet agjërimit, këtij muaji madhështor, dhe kur del nga ky rreth rrotullim, mendoj se do të del shumë fitimtar. Andaj, nëse ndalemi dhe çohëm cilat janë pikat të cilat i prek më shumë muaji i bekuar Ramazanit, meqense gjitha ibadetet synojnë afërsinë e robit me krijuesin, këtu është diçka tjetër, ndodhe një fenomen tjetër. Gjatë muajit të Ramazanit ndodhen e kundërta. Zoti i afrohet robit. Se Allahu i madhruar kur flet për obligoshmërinë që kemi ne që të agjërojmë, pra që është fars i ibadet, dhe tregon se kush e ka për obligim, kush është i lejuar që mos agjëroj, me njëherë bas ajeti vijues është i cili flet dhe thot të pyesin ty kush agjëruesit, ku është Zoti? Allahu thot inni qarib. Unë jam afër. Nuk i thot Muhamedit alayhis salam, o Muhammed, thua ju se Zoti është afër. Por Allahu merr mbi vete dhe thot se unë jam afër robit tim. Dhe këtë lidhim me atë bisedën që pat profeti Musa alayhis salam, i cili duke shpresuar se është një rob i devotshëm, i dashur i Allahut, një ditë i tha, ja Rab, o Zoti im, këtë shpallje që i pranoj unë, dhe që jam shumë afër madhërisë tënde, a do t'jetë dikush më afër se unë që jam tani, që bisedoj dhe pranoj fjalët tua të shenjta? Allahu i madhëruar i tha, ja Musa, o Musa, do t'jen një ummet, i cili ummet do t'agjeroj, dhe agjerimi do t'i lodh. Dhe para iftarit, kur agjerusi do të më lutet mua, ja Musa, tani që bisedojmë ne, mes meje dhe te janë 70.000 pengesa. Ndërsa mes meje dhe agjerusit nuk do të ketë fare as një pengesë, subhanallah. Allahu Akbar. Pra të lutemi para iftarit. Kjo është shansa më e madhe e jetës tonë. Pra mundësia e parë që duhet të shfrytëzojmë ne është të ndryshojmë veten tonë karshi Zotit. Të është afruar rahmeti Allahut. Të është afruar ndihmesa e Allahut. Çfarëdo lloj problemi që ke jetë, Allahu Samet. Allahu është që robi do t'i drejtohet dhe të kërkojë çare. Se çdo kuj që t'i drejtohemi ndoshta mund të na refuzoj, të na premtoj dhe të thej premtimin, besoni se Zoti nuk ka lënë krijesat e veta që t'i dëshproj. Nëse e vonon, thonë dietarët, se Allahu atë që e don, ja vonon se mburet me banorët e qiellit, duke thënë, o ju banorët e qiellit, shihni sa i bindët është, sa i qëndrueshëm dhe sa këmbgulës është robi im dhe din ku i kërkon. Pra, kërkon një këmbgulësi nga ana e robit që ai të qëndroj në besën që ja ka dhënë. Prandaj, le të jetë ky muaj
muaj i afërsisë tonë para së gjithash me Allah. Por Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e don robin të jetë i afërt vetëm me krijuesi. Ki ibadet, agjerimi, në vetë ngërthen edhe atë anën edukative që ne të reflektojmë se një rob i cili është i afërt me Zotin e duhet para së gjithash të jetë i afërt edhe me njerëzit. Të jetë i afërt njëherë me familjarët e tij. Nuk ka kuptim dhe nuk e don Zoti një adhurim, një ditë të agjerojmë ne, nëse ne fjalosimi me njerëzit e shtëpisë, fjalosimi në rrugë, fjalosimi në vendin e punës, që thot pejgamberi alayhis salam. Ai cili nuk ndryshon sjelljen e tij në Ramazan, ai ka përfituar nga Ramazani etjen dhe urinë. E Zoti thot këtë nuk e don. Zoti e don që njeriu të përmirësohet. Andaj, mundësia e dytë pra, që ne mund të shfrytëzojmë e që këtë na ofron muaji i shenjtë i Ramazanit, është që ne të reflektojmë, që të ndërtojmë urat mes veti. Urat e komunikimit, urat e sjelljeve të mira, nga se mençuria është jo të ndërtojsh mur. Thuhet se di vëllezër, problemi i kësaj dunjaje, intereset të ulta të kësaj dunjaje, arrin që ata të cilët në një shtrat kanë fjetë, në një pjatë kanë hangër, nga një nën kanë linë, nga një babra, të cilët kur kanë qenë të vegjël, kanë mbrojt njëri tjetrin, edhe sikur një ujk ti kishte sulmuar vllau i madh, është në mbrojtje të vllaut të vogël, vjen një kohë kur futet dunjaja në zemrat tona dhe ne fillojmë armiqësit, fillojmë pak janë këto avokatët e Maqedonisë së Veriut, kërkojmë ndonjë më të fortë ai ka Beogradi për t'ja marrë hisën vllaut ton, që kjo nuk është normale, edhe këto dy vllaznit, pas kanë pas një problem, punë meçje, punë pasurie, dhe delkin çarshi dhe shef mjeshtrin e që ndërton muret dhe i thot, shkojsh të shtëpia, thot, ta ndërtojsh murin. Këto i pas kanë dalë një prock pasuri. Një në anë prockës, tjetri në anën tjetër. Edhe kur kthen nga çarshia, kur e sheh, mjeshtri nuk ka ndërtuar mur, ka ndërtuar urë. Dhe a vllau i cili më i vogël, që ka qenë i prekur, duke menduar se i madhi ja merr pa drejtësisht pasurinë, kur e sheh se ndërton urën, thot vllau, pra vllau, ndon mu, më respekton dhe ja bën halal, ha? Edhe ki tjetri kur futet në lëm, kur e shef, nuk e pret të ketë urë, për do të ketë një mur, dhe i thot mjeshtit, se këtë e bëre? Këtë e bëra, thot se unë mendova se më tha ndërtoj urë, jo mur. Dhe sjellja e vllaut të vogël, kur erdh dhe përqafoi vllaun e madh, edhe ki në atë moment të reflektoi dhe i tha, qofte jotja, jo vetëm hisja jote, edhe pasuria ime. Pra, muaji i Ramazanit duhet të na bëjë nga ata të cilët nuk guxojmë të ulena në sofrën e iftarit me, kur jemi të hidhruar me njerëzit e shtëpisë, me afërmit ton, me të lagjes ton. Muaji i Ramazanit duhet të reflektoj dashuri. Nga se në këtë muaj, pikrisht në natën e 4 erdh rahmeti i Allahut. Dhe muslimani në agjen do ta ketë rahmetin, do ta ketë zemërgjërsinë. Dhe sot, fatkeqësisht, shoqëria jonë kinë se çalon këtë aspekt. Andaj edhe kemi këto defektet në shoqëri, kur kemi edhe zënkat, kur kemi edhe fatkeqësisht ndëgjojmë në vrasje, djegje shpirtit të babës dhe nënës për sende shumë të ulta, të cilat na ndodhin në rrugëve të vendeve ku banojnë kush muslimanët. Pra, muaji i Ramazanit është mundësia e mirë që neve të na lidh me vlerat të cilat i ka Islami dhe, ashtu si thot pejgamberi alayhis salam, njëherë thot, ma i miri ndër njerëzve
është ai cili është më i mirë me familjarët e vet. Dhe unë jam më i mirë se unë që ndroj në raport me njerëzit e familjes time shumë mirë. Dhe kjo është e dëshmuar në sirën e Resulullahit. Dhe kjo neve nëse nuk na tangon, nëse nuk e marrëm këtë si agjent të jetës tonë, kemi dështuar. Ai cili humbën familjen për këtë dunja, ai cili humbën miqësinë për këtë dunja, ai cili humbën rrethin që e shoqërojnë për këtë dunja, ai është më i varfuri dhe më i humbur i kësaj dunjaje. Më i pasuri është ai cili ka familjen e vet, ka shoqërinë e vet, miqësinë e vet dhe komplet njerëzit e lagjes buren dhe një ditë kur do të na përcjellin botën e ahiretit nuk do të thonë shiqir që i vdiq dhe u kurtalisëm, por do të thonë o Zot, pse nuk e la edhe disa momente të qëndroj se ishte vërtet burim mirësie, mirëqenie për ne. Tjetër që neve muaj bekuar Ramazanit në ndryshon është edhe në atë aspektin pos që ka reflektimin e ndryshimit aspektit shpirtëror, pra, se devotshmëria ka të bëje komplet me aspektin e anës shpirtërore, ngritjes shpirtërore, formimit të tij, ndërtimin e karakterit, të qëndrueshmërisë, të sabrit, të durimit, gjitha këto të cilat i bie muaj bekuar Ramazanit, njeriu nuk është vetëm shpirt, po është edhe trup, është ajo ana fizike e njeriut. Është e vërtetuar shkencarisht, jo se ndoshta dikush mund të na keq kuptoj neve, se ne çojmë ujin tek mulliri jona, si folet ajo, diku e çon ujin, po në krah të këtij ibadetit të madh, është edhe shkenca, medicina, e cila kur flet se çfarë ndryshimesh ndodhin ditët e para të fillimit të agjerimit të Ramazanit. Sot bota ka problem. Sot numrat të cilat janë standardet që kanë qenë në veshje S, M, L, XL, sot nuk bëjnë për njerëzit. Nga se ne kemi ndryshuar në anën fizike, shkaku i mbi peshës. Dhe shtash mendohet që ndrohen komplet këto përmasat të cilat i kanë reguluar më herët viteve 50-ta, 60-ta, nga se probleme janë prodhuesit të cilët prodhojnë vesh mbathjen, po dhe nga ana tjetër ata të cilët kanë nevojë për t'i blerë ato, kanë problem se nuk u bëjnë. Kjo është si shkak i mbi peshës së madhe. Edhe që mbi pesha pastaj, pos kësaj kjo është një problem më i vogël në krahasim me atë, jemi të rënë dhe thehet karikja ose puna, por ajo ana e jetës së shëndetshme dhe dëmi që i bën mbi pesha shëndetit të njeriut janë pra dhe thoja paraqitje smundjeve të shumta të cilat sot janë të përhapura dhe ajo është vetë mjekët e kanë definuar se është shkaku i mbi peshës së madhe. Edhe çfarë ndodh? Puna e parë kur shkon njeriu i cili ka tejkalu disa kilogram tek mjeku, ai një herë kërkon nga ai që të bëjë dietë. Dhe sot në dunja, mjekimi më i mirë për largimin e mbi peshës është dieta. Çka ndodhen me ne kur jemi gjatë ditës agjërueshme? Apo gjatë gjithë muajt? Në një muaj ditë organet e tretjes i lam të pushojnë. 11 muaj i kemi lodhur. Sigur e maqina kur vetura kur ecën, ajo ka nevojë për të ndalë dikundi sa do t'jetë maqina e Rolls-Royce-it ose kujdo, maqina që janë të dëshmuara në botë, ato kanë nevojë për pushim, që motori të stabilizohet. Dhe Allah nuk rastësisht pse ka dhënë agjërimin. Agjërimin e ka dhënë që njeriu ka nevojë, pas asaj anës tjetër që folëm, që në aspektin fizik, që trupi i tij pra të stabilizohet. Që nga organet e tretjes e andej, sa që mjekët që merren me trupin e njeriut, thonë se puna e parë që agjërimi është se bie pra
e zvoglon peshën e trupit të njeriut, nga se me pushimin që ndodhen gjatë ditës, nuk folim që ata të cilët pinë duhanin, përfitimet të cilat i kanë. Gjatë ditës 24 orë, pa undal, ka thot burët, thot hoxha, unë nuk pi një paqet, unë i pi 2-3 paqeta. E kur agjeron, a e din përfitimin se sa jepet mundësia që ai të ketë një jetë pak më të shëndetshme, që sa kërkon mjeku që ai t'i largohet duhanit, dhe pikërisht bindjen që ka, se e ka dhënë besën Zotit se do të agjeroj. Andaj se agjerimi është një ibadet i cili është me Zotit dhe robit. Se mund ndodh në qarshi të takosh me dikandin edhe ulesh edhe i thue, kur nuk është agjerushëm, kur nuk është Ramazan, edhe i thue, bënëm të apim një kafe, më thot falënderit, thot se është dita e hanë, është suneti pejgamberit dhe unë agjerushëm jam, ndalesh edhe stepesh, Pra, ne nga jashtë mendojmë se ai normal e bën atjetën. Jo, thjesht ai ka dhënë Zotit besën dhe agjeruesi për hatrin e dunjës nuk e prish besën që ka dhënë Allahu. Sikur gjithë dunjaja të kërkojë hatër. Pikërisht pra, falni, puna e parë është se gjitha yndyrnat të cilat ne i kemi deponuar në trupin tonë, brenda 11 muajve, është mundësia e madhe, rasti më i mirë që trupi të pastrohet nga yndyrnat, të pastrohet nga qelizat të cilat janë të dëmshme, këtë nuk e flet hoxha, këtë e thot medicina, rregullimin e sheqerit në gjak, stabilizimin e tensionit dhe shumë dobira tjera të cilat i sjell ky ibadet i madh. Në aspektin tjetër, që njeriu ky ibadet pra e reformon, është se ja reformon të menduarit të tij, duke i treguar se ti je një krijesë, e cila krijesë do të jetë e formuar, e pastërt dhe vendin e ka ku? E ka në parajs që është vendi i pastërt. Dhe pikërisht njeriu, gjatë këtij muaj fillon të mendoj të përgatitet për advent të mirë. Nëse shkojmë diku në mysafir, nuk shkojmë ne me teshat e punës, Nëse kemi punu arën edhe ne jemi të vetëdijshëm se mysafir të miku nuk shkohet në atë formë. Po muslimani, i cili e din se duhet të takohet me Zotin, se pas vdekjes është bota e ahiretit, dhe ai përgatitet për xhenetin, i cili xhenet pejgamberi alayhis salam ka thënë për çdo mëngjes të Ramazanit zbukurohet më mirë për çdo ditë. Dhe kjo e bën që besimtari agjerues të reflektojë në sjelljet e tij. Që gjithë kohën gjatë Ramazanit bën gara me veten e tij, por edhe me tjerët, nuk është gjuna, që ai të dëshmoj se është një rob i cili tenton të arrijë majat e moralit të lartë. Se vetëm morali i shëndosh, morali i lartë, sjellja e mirë, të shpjepër në xhenet. Alhamdulillah. Dhe tjetra që do të thoja që ky Ramazan ka ndikimin dhe mundësit që jep është që besimtari musliman të socializohet me të tjerët. Se e kupton shumë thjesht në praktik çfarë do të thotë të mungoj ushqimi. Çfarë do të thotë që fëmijët e tu mos kenë ushqim disa ditë. Ti e kupton për një kohë të shkurtë. Nga se agjerimi përket dhe këtë anë. Nga se Allahu si që tha në hadithi kutsi, do ta lodhje agjerusin, E shpërblimi i kësaj, pse ai bën durim, unë ja fali xhenet. Pra agjerimi i ka këto do thëja, nuk do të quaj mashtrim, po
Gajret vitit i jep dikush nëse thëtë mu së më lodhën agjerimi. Agjerimi duhet ta lodhë besimtari. Duhet ta lodhë si në aspektin fizik edhe të atë anën tjetër, nga se këtë ka synim agjerimi. Ta shterje në të aspektin që aj të se ushtari mirë nuk shifet në front. Ushtari mirë kalitet gjatë stërvitjeve përsa qëndron në atë afatin kur është përsa është ushtar. Në front usës puna. Në front dëshmohen trimat dhe frikacakët të cilët e fugin pushkën dhe ikin. Pra Ramazani është muaj i cili e kalit muslimanin në të gjitha aspekte. Dhe pikrish pra, në këtë aspektin në social, pra e bën që ajë të jetë më human. Të mendoje se në sofër, nëse sot ki ka bukë, e ka bukë. Minjarë me automatizëm, të mendoje atë që ka thënë pejgamberi a.s. Ne vërtet ne do të mendojmë për gjithë muslimanët e botës dhe gjithë njerëzit e botës. E kemi për borç që të kujdesemi. Forcat tona sa na mundsojnë që ne të ndihmojmë atyre. Por paraprakisht pejgamberi a.s. ka thënë se më i qëllume, më se vapo, që ne të mendojmë për njerëzit e afërt ta kanë. Se ndodhen, keni pa, shpesh neve na pyesen, o gjaha mirë ne qelim një bunar në Afrikë. Unë i thëmë, Afrikën e kemi këtu, bëne. Afrikan ne jemi. Qashtë. Eja ndihmu atim, mos e mba motrën tënde, mos e mba vllaun tënd me fitrat dhe me zeqatin. Kur ti jeton në një luks, kur ti mundësot për çdo 2 ditë, 3 ditë e merr familjen tënde dhe del në restoran dhe argjon paratër, nuk kemi kundër asaj. Okej, këtë është ajo. Por mendoj edhe këtë anën tjetër se shpërblimi është që ne të ndihmojmë edhe të afërmive tonë, por nga ana tjetër është ajo që ne nuk guxojmë të kënaqemi vetëm për veten tonë. Andaj Ramazani pra e edukon dhe e bën besimtarin pra agjëruesin që ai të reflektojnë të gjitha fushat e jetës së tij. Dhe nëse do ta prekim edhe një anë tjetër që agjerimi pra muaj shenjtë i Ramazanit në veçanti jep mundësi besimtarit është ja ta kuptojë se është një qenie, pra njeriu që Allah është mburr ka shi gjitha krijesave tjera dhe se ki ka kapacitetet e edukimit. Dhe edukimi nuk vije jashta me arsimim. Dhe nuk rrasisht se ajetet e para të shpalljes së Kur'anit kanë ardhur në muajin e shenjtë të Ramazanit. Dhe muslimani ta agjeroj dhe të jetë xahil, ignorant, kjo nuk shkon. Ta kesh natën e kadrit, që është ajka e netëve të muajit të shenjtë të Ramazanit, dhe nga ana tjetër ti ish kundër arsimit, kjo nuk shkon. Arsimi është baza elementare e njohjes edhe të Allahut, njohjes së kryerjes së ibadeteve, dhënjes haku të ibadeteve, por nga ana tjetër çdo gjë që na rrethekon neve. Që të gotat, tavolinat, to fotele kaq të bukura, kamerat të cilat na përcjellin, rjeti i cili kalon pra nga kjo studio shpërndahet kudo në shtëpitë tona, ndriçimi, çdo gjë tjetër, kjo është si rezultat i diturisë, dijes. Dhe muslimani i cili agjeron, e do ta ketë në agjendën e tij që ai, nëse jo, të jetë nga ata të cilët zbulojnë. Pse jo? Muslimanët në kaluarën ishin pishtar të zbulimeve shkencore, të jetë miku i shkencës, të jetë miku i dijes, të jetë miku i një studenti, të cili student do ta mbështesë dhe të mburret kur ta shoh një ditë në ndonjë pozicion në shoqëri, në një vend pune, qoftë mjek inxhinier, i cili ka qenë jetim, i cili ka qenë nga një familje
me nevoja pra një familje fukara, si që e përmendim ne, pikërisht këtë janë mbjell Ramazani, muaj i shenjtë Ramazanit, besimtarit musliman, që ajtë të reflektoj dhe të jetë ushtari i denjt i mbrojtjes së vlerave e në veçanti të diturisë pra shkencës. Hoxhin nderuar, Allah i shpërbleft, ishte kënaqësi për këto këshilla kaq të vlefshme për neve dhe për shikuesit. Faleminderit shumë për pjesëmarrje. Unë do të përcjelli mesazhin e fundit me leje, nëse më jepet. Nëse do të thoni ju, hoxho, farë mesazhi ju përcjell agjeruzve, unë do të ndalem me një histori të cilën e kam lexuar që më ka lënë shumë përshtypje, që mendoj që edhe dëgjuesit që na përcjellin teleshikuesit do të reflektoj tek ne. Thuhet se Dhulkarneini alayhis salam, po që ishte një profet, një i dërguar i Zotit, një i zgjedhur i Zotit, ishte edhe një pushtetar i mas. Dhe me ushtrinë e tij kishte arritur një pjesë pranë, duke udhëtuar me ushtrinë e tij në lindjen e largët, u ndalet me ushtrinë dhe u thot, tani thot do të hym në një tokë e errët. Nuk ka dritë. Dhe do të shkilni në një tokë që këmba juaj nuk ka shkel asnjëherë. Dhe kush do të merr nga ajo toka, do të pendohet, edhe ata të cilën nuk do të marrin nga ajo toka, edhe ato do të pendohen. Dhe çfarë është në shoqërinë tonë ka disa të cilët janë pesimistë në jetën, por kur ata të cilët punojnë se në fitojnë, pse ne të punojmë kur se në fitojmë, ma mirë s'punojmë hiq, do të thanë, jo besmarëm, me që se dëpendohen ato të cilët kanë marë, pse ne të marëm kotë, s'marëm. Të tjerët që i marën sa marën, kur dalen në atë pjesën tjetër ku vetë se ma është drita, të që s'kanë marë, ma s'kanë kur gjonë ndurët e tyre, dhe sa ata tjerët panë se ndurët e tyre mbanin gur të çmuar, gjevahir, diamant. Kishin shkel mbi gjevahir dhe diamant, gur të çmuar. Këto që nuk morëm, këto u penduam, pse s'morëm sa këto që i patën marë. A këto tjerët u penduam, pse nuk morëm akoma ma shumë. Andaj ki muaj i shenjtë i Ramazanit është sikur kjo lugina. Ecim mbi 30 ditë të cilat janë krejt pasurije madhe, krejt gjevahir janë. E janë që mos ndodhë që të kalojmë muajin Ramazanit dhe në fund të pendohemi. Se nuk morëm më shumë, apo ata tjerët të cilët e patën mundësin të agjerojnë Ramazanin, patën shëndetin dhe refuzuan dhe hidhruan Allahun. Lusë Allahun e madhruar, që ki muaj shenjtë të jetë i begat dhe të jetë gjitha shtëpijët e muslimanëve, ku do në botë në veçanti në këtë nënqiell, të kombi jonë, të gjejë në siguri të plot, në begati të madhe, Allahu ti bekoj me rahmetin e ti, dhe Allahu ti bashkoj zemrat e gjithë muslimanëve. Amin, amin. Hoxhin nderuar Nuhi, faleminderit edhe një herë për pjesëmarrje, ishte kënaqësi, e shifemi inshallah radhave tjera. Ju falenderit. Shikues të nderuar, ky pra ishte emisioni i radhës, shifemi nesër prap. Selam aleikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Zgjohu si firi vopret, zgjohu a do mbereqet. Falu, namazi është drit. Falu, me zemër e shpirt. Falu, namazi është drit.